Çfarë i shtyen vërtet njerëzit të blejnë diçka? Kjo pra është pyetja e madhe. Shumë shpesh, përgjigjja nuk është ajo që klientët thonë, por fshihet diku më thellë në motivimet e tyre të pashprehura. Sot do të gërmojmë pikërisht aty, për të kuptuar si t'i zbulojmë këto dëshira të vërteta. Le të shohim se si mund t'i nxjerrim në dritë këto të vërteta kaq të rëndësishme. Procter & Gamble, një gjigant absolut, e ka këtë si filozofi kryesore, dhe është një ide sa e thjesht aq edhe e fuqishme. Në fund të ditës, gjithçka që bëhet për konsumatorin. Ai është shefi, pika. E po, këtu gjërat fillojnë e bëjnë interesante. Sigurisht, mund të bësh pyetësor dhe anketa, por a është kjo e gjithë historia? Jo gjithmonë. Shpesh njerëzit ose nuk e dinë tamam pse bëjnë zgjedhjet që bëjnë, ose thjesht nuk duan ta thonë. Kështu që duhet të gërmojmë pak më thellë. Ja ku vim te pika e parë. Për te anketave. Këtu do të flasim për një dallim thelbësor midis dy mënyrave të menduarit për kërkimin. Okej, pra kërkimi sasior na jep numra, na tregon çfarë po ndodh dhe sa herë. Pra, sa njerëz e blen një produkt, ndërsa kërkimi cilësor, ai na jep historinë, ai pyet pse e blen atë produkt. Kërkon të kuptoj emocionet dhe arsyet që fshihen pas atyre numrave ptat. Pika e dytë, fuqia e vëzhgimit. Sepse ndonjëherë, përgjigjet më të mira nuk vijnë duke pyetur, por thjesht duke parë me vëmendje. Imagjinoni pak një kompani ushqimesh për fëmijë. Ata donin të dinin pikërisht këtë. Anketat u dhanë përgjigjet e pritshme, çmimi, marka përbërësit, por pastaj ata vendosën të bënin diçka tjetër. Vendosën thjesht të vëzhgonin prindrit nëpër supermarkete. Dhe ajo që pan ishte e çuditshme. Prindrit po bënin ca rituale që logjikisht nuk kishin kuptim. I rrotullonin kavanozët, i shtrydhnin, i nuhasnin, domethënë po i trajtonin si të ishin fruta të freskëta në pazar. Këto ishin gjëra që askush nuk i përmendte kurrë nëpër anketa. Dhe këtu ishte zbulimi i madh. Kjo sjellje tregonte një instinkt shumë të thellë. Prindrit po kërkonin të siguroheshin për freskinë dhe cilësinë. Edhe pse e dinin që ishte një produkt i paketuar, instinkti i tyre i shtynte të bënin të njëjtat kontrolle si për një moll apo një pjeshk. Ja pra, ku qëndron fuqia e vëzhgimit. Në vend që të shpërfillte këto sjellje irracionale, kompania i u përgjigj atij instinkti. Ridizajnuan paketimin. Kavanoz më trumbullakët që të kujtonin frutat, etiketa më të vogla që të shihej më mirë përmbajtja dhe foto të frutave të freskëta. Rezultati, një produkt që thjesht u ndjej më i sigurt dhe më i mirë për prindrit. Tani, kalojmë në një nivel tjetër. Pika e tretë, të jetosh përvojën e klientit. Kjo nuk kërkon thjesht vëzhgim nga larg, por pjesëmarrje të plotë. Kjo teknik quhet vëzhgim pjesëmarrës dhe vjen nga antropologjia. Ideja themelore është kjo. Për të kuptuar vërtet një grup njerëzish, duhet të zhytesh plotësisht në botën e tyre, ta shohësh atë me sytë e tyre. Por, le ta themi më thjesht, është thjesht të kalosh kohë cilësore me klientët, aty ku ata jetojnë, punojnë, argëtohen, për të kuptuar vërtet se çfarë ka rëndësi për ta, pa filtra. Dhe kush e bën këtë më mirë se Harley Davidson? Drejtuesit e tyre më të lartë, pra shefat e mëdhenj, hipin në motor dhe nisen për udhëtime të gjata me klientët e tyre. Ata nuk shkojnë atje si drejtues, por si pjesë e grupit. Jetojnë për disa ditë si një motorist i vërtet Harley. Dhe çfarë zbuluan nga kjo përvojë? Diçka thelbësore. Për pronarët e tyre, një Harley nuk është thjesht një motor. Është pothuajse një qenie e gjallë, një partner me të cilin ndajnë një lidhje emocionale tepër të thellë. Dëgjoni këtë shembull të jashtëzakonshëm. Pas një dite të tërë në rrugë, i lodhur, gjë e parë që disa motoristë bënin kur arrinin në hotel nuk ishte të pushonin. Jo, merrnin një leck dhe fillonin të pastronin me përkushtim motorin e tyre. Kjo tregon një nivel përkushtimi që shkon shumë përptej pronësisë së thjeshtë. Dhe kjo njohuri e thellë çoi në një inovacion genial. Disa koncesionarë të Harley't ndërtuan servize me mure të mëdha xhami. Pse? Sepse e kuptuan që pronari donte ta shihte partnerin e tij duke u trajtuar me kujdesin maksimal. Pothuajse si një prind që shikon foshnjën e tij por sa lindur në maternitet. E pabesueshme. Mirë, po ç'bëjmë kur njerëzit ose nuk munden, ose thjesht nuk duan të na tregojnë të vërtetën drejt për drejt. E po, këtu hyn në lojë disa teknika psikologjike vërtet interesante. Ndonjëherë pyetje direkte thjesht nuk funksionojnë. Njerëzit mund të ndihen në siklet ose mund të mos jenë as vetë të vetëdijshëm për ndjenjat e tyre të vërteta. Kështu që na duhet një qasje tjetër, më anësore. Dhe këto quhen teknika projektive. Funksionojnë kështu. Në vend që të pyesësh dikë drejt për drejt, i kërkon të imagjinojë se çfarë do të mendonte apo bënte dikush tjetër në një situatë të caktuar.
Kjo i lejon njerëzit të shprehin ndjenjat e tyre të vërteta, pa u nder të gjykuar. Le të shohim një nga shembujt më të fuqishëm. Ushtria amerikane donte të kuptonte pse disa ushtarë me përvojë vendosnin të qëndronin, ndërsa të tjerë largoheshin. Dhe përveç pyetjeve standarde, ata shtuan edhe një pyetje shumë të çuditshme. Përgjigjet ishin zbuluese. Ata që vendosën të qëndronin e përshkruan ushtrinë si një grabitjar të fuqishëm e krenar, një luan, një tigër, një shqiponj. Ndërsa ata që u larguan e panë si një kafshë barre, një gomar, një lop, një kal. Kjo pyetje thjesht zbuloi dy botë kuptime krejtësisht të ndryshme, dy përvoja totalisht të kundërta brenda të njëjtës organizate. Pra cili është mësimi kryesor nga e gjithë kjo? Që të kuptosh vërtet klientin është një mision që nuk i takon vetëm departamentit të marketingut, është misioni i të gjithë kompanisë. Dhe ky citat nga David Packard, bashkëthemëlluesi i EHAP, e përmbledh në mënyrë perfekte. Çdo person në një organizat, nga financat e shërbimi i klientit, ndikon drejt për drejt te përvoja e klientit. Prandaj të kuptosh klientin është detyrë e të gjithëve. Dhe kështu mbërrim në fund me një pyetje thelbësore. Përtej asaj që thon apo blejnë, çfarë vlerëson një klient në nivelin më të thellë, më emocional? Të gjesh përgjigjen e kësaj pyetjeje, aty fshihet sekreti për të krijuar diçka me vlerë të vërtetë dhe të qëndrueshme.